Labino Tregja dhe Ludo Le janë shndërruar në qendër të vëmendjes brenda dhe jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4. Pas një basti të pazakontë që ka tronditur publikun dhe ka ndezur diskutime të shumta në rrjetet sociale. Ngjarja nisi pas qarkullimit të një lajmi në media, sipas të cilit këngëtari Labino Tregja dyshohet se ka një fëmijë me një vajzë serbe, një pretendim që ai e ka mohuar me forcë dhe vazhdon ta konsiderojë të pavërtetë. Gjatë një bisede të hapur brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Labinoti vendosi të reagojë në një mënyrë as pak të zakonshme, duke e kthyer këtë çështje delikate në një bazë publik me banorin Ludo Li. Deklarata e tij surprizoi jo vetëm bashkëbanorët, por edhe audiencën përpara ekranit. Në momentin që do të dalë nga Big Brother, e bëjmë një marrëveshje. Nëse ai fëmia që pretendohet nga ajo vajza është vërtet fëmia im, do t'i jap 10 shtëpi nga pasuria ime, u shpreh këngëtari me bindje të plotë. Megjithatë, basti mori përmasa edhe më dramatike kur Labinoti shtoi kushtin e kundërt, duke shndërruar situatën në një sfidë financiare të fortë. Ai deklaroi se nëse brenda 12 orëve pas daljes nga shtëpia vërtetohet se fëmia nuk është i tij, atëherë do të transferoj menjëherë 100.000 euro në llogarinë bankare të Ludo Li. Një deklaratë që u interpretua nga shumë kush si shenjë besimit absolut të tij në pafajësinë dhe të vërtetën personale. Ludo Le, nga ana tjetër, e pranoi bastin me sportivitet, shaka dhe buzëqeshje, duke theksuar se gjithçka do të mbetet brenda kuadrit të një loje dhe sfide mes dy banorësh. Marrëveshja do të realizohet pas përfundimit të këtij rrugëtimi. Deri atëherë gjithçka është pjesë e lojës së Big Brother, u shpreh ai, duke ulur disi tensionin e momentit. Ky episod ka shtuar ndjeshëm kuriozitetin dhe tensionin brenda shtëpisë, ndërsa banorët e tjerë kanë reaguar me habi, dyshim dhe diskutime të vazhdueshme. Publiku ndërkohë po ndjek me vëmendje çdo zhvillim, duke pritur me interes zbardhjen e së vërtetës dhe pasojat e mundshme financiare të këtij basti të bujshëm. Që nga momenti i shpalljes së bastit, rrjetet sociale janë pushtuar nga komente, analiza dhe opinione të ndryshme, ku një pjesë e fansave shohin këtë veprim si strategji loje dhe tjetër si reagim emocional ndaj një akuze të rëndë. Situata për shumë kënd ngjan më tepër me një skenar filmi sesa me realitetin e një show televiziv, duke e bërë Big Brother VIP Kosova 4 edhe më të komentuar dhe të ndjekur se kur më parë. Nëse dëshiron, mund ta zgjas edhe më shumë, ta formalizoj për portal lajmesh, ose ta shkurtosh për rrjete sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.